Vllaznia 0 dhe Tirana 3 mbyllet ndeshja e voleybollit faza para play-off në Çaçin Dervishi dhe Vllaznia e mbyll sezonin duke u eliminuar nga para play-offi. Trajneri Kuçibluar Tangalaja, ju vjen keq sepse skuadra luajti në familje. U bë luftë, u bë lojë ashtu siç e keni marrë dhe ju si jeni të pranishëm çdo herë në neshjet tona dhe ju falenderojmë shumë për kontributin që jepni në reglamimin e lojës së rrjetës, por duhet të jetë menaxhim ndoshta më i mirë edhe nuk na eci loja ashtu siç ne menduame, ato na sulmunen shumë me shërbime, edhe kështu që duke mos organizu si duhet, sulmi jonë nuk pat efektshmërinë e duhur. Ndërkohë që ndodhi e kundërta, ato arritën të kapin topin e parë, na sulmojnë edhe në qendër dhe në lojtarin anësor. Kishte një lojtar shumë cilësor, i cili luftoi shumë, numri 10, është nga Meksika. Por kjo është sporti, viti i parë që jena në këtë situatë. Shpresojmë që mos ndodhin më, ne do të analizojmë komplet kampionatin dhe do të marrim masa që kampionatin tjetër të jemi shumë më mirë se sa këtë kampionat. Profe, sa duhet një menaxhim më i mirë? Keni fjalë për aspektin organizativ të skuadrës që nga fillimi i sezonit? Që nga fillimi i sezonit duhet mendohet, për shembull duhet të them që lojtarët tonë nuk kanë marrë akoma as pagën e janarit, as shkurtit, as të marsit. Edhe vjet ndodhi një diçka e tillë. Unë du të theksoj që ato pare nuk kanë humbur ndonjëherë, ato ne i kemi marrë, por leku duhet mu marrë pausa djersa. Edhe unë mendoj që unë nuk du të ngrej alibi, përgjithësia kryesore bjen mbi ne, por të bash marrësh paret mos i të marrën kampionatit, domethënë kjo nuk ka. Kjo është një nikim i vogël, unë nuk duhet ta përqendrojmë këtu, ne do të themi që do të punojmë më tepër, dhe do të shohim më me përparësi këtë sport. Nuk një herë i ndodhi edhe Vllaznisë, Vllaznia ka qysh me rikrijimin e saj, qysh në 2002-shin ka qenë pjesëtare e play-offeve, finaleve të kupës të play-offeve të teshtit. Viti i parë shpresojmë që të na detyrojnë për me ndryshu diçka, do t'i analizojmë shumë mirë gjitha ndeshjet, mënyrën e menaxhimit dhe shpresojmë, por kam besim plot që ne do ta kthejmë kampionatin tjetër. Për çdo herë Vllaznia ka qenë pretendente dhe finaliste e kupës në finalet e play-offit të kampionatit, në kupën Gjergj Kastrioti. Themi një vit jo i mirë, por nuk do të thotë që çdo herë jena të mirë. Shpresojmë që vitin tjetër shpresojmë, por besoj e thash edhe herë që ne do të jena shumë më mirë. Profe, duke qenë se jeni një trajner me përvojë dhe me eksperiencë, çfarë duhet bërë ndryshe vitin tjetër? Çfarë duhet bërë më mirë? Po stërvitja duhet bëhet më mirë, gjetja e lojtarëve shqiptar duhet bëhet më mirë. Ne jemi komplet, unë e kam thënë edhe herë, nëse kampionati shqiptar do të luajë vetëm me akademitë e veta, ne do të delshim fitimtar. Nëse Partizani do të luante vetëm me lojtarët e akademisë së Partizanit, ndërkohë që janë të akademive tjera. Nëse Korça do të luante vetëm me akademisë vet, edhe ne do të lozim vetëm me akademinë tonë, ne do të delshim fitimtar. Pra, lëvizja është e lirë, Tirana ka mundësi të marrjes së lojtarëve edhe nga kampionatet tjera, kështu që kja do të shpresojmë që të bëjmë edhe i grup shqiptar më të fortë, pastaj të mendojmë edhe për prurjet nga jashtë. Për shembull të marrim Durrësin, Durrësi ka 3 meksikan, ka 2 lojtarë nga Tirana dhe 1 lojtar nga Shijaku. Pra asnjë durrësak. Pra, prandaj them, ne nuk ka se jena keq me akademi, për çdo vjet kena dalë në finale të kupës, në finale të kampionatit të trive, kena fitu edhe kampionatin e trive, kena fitu edhe kupën e trive. Pra, nëse do të mendojmë për akademit, ne nuk ashtu. Por kjo nuk mjafton në mënyrën e organizimit të kampionatit. Faleminderit juve.